Faqja na ishte dikur, sjell një profil të aktores së dashur Elvira Diamanti, një diamanti vërtet në kinematografin dhe skenën shqiptare. Elvira Diamanti është një emër që sjell kujtime të bukura në zemrën e çdo adhuruesi të kinemas dhe teatrit shqiptar. E lindur më 30 nëntor 1962 në Tiranë, ajo u rit me pasion për artin dhe me një talent që do ta bënte të paharrueshme në skenë dhe ekran. Pas përfundimit të studimeve në Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1986, Elvira nisi punën e saj në teatrin popullor, duke i dhënë jetë roleve që lënë gjurmë të thellë në shpirt. Ajo interpretoi vajza romantike, të dashuruara, shpeshherë me fund dramatik ose tragjik, duke i dhënë secilit personazh një ndjeshmëri të veçantë dhe një thellësi të pashoqe. Rovi i saj më i njohur mbetet ai i Marigos në filmin klasik Përrall nga e kaluara, 1987, ku emocionet dhe aftësia e saj për të sjellë ndjenjat në ekran u shfaqën në mënyrën më të bukur. Por ajo nuk ndali këtu. 2 vjet më vonë, interpretoi Margaritën në Natë me hënë, 1990, përsëri nga veprat e Ismail Kadares, duke spikatur për emocionalitetin poetik dhe qartësinë e aktrimit të saj. Elvira solli në skenë edhe tronditjen dhe intensitetin e baladave të lashta shqiptare, si në inskenimin e Kush e solli Doruntinën, 1988, ku tregimet dhe legjendat e vendit ton merrnin jetë përmes talentit të saj unik. Përmes secilit rol, ajo tregoi se arti nuk është vetëm lojë, por një mënyrë për të ndjerë dhe për të ndarë shpirtin në publikun. Përveç aktrimit, Elvira ka lënë gjurmë të rëndësishme edhe në drejtimin e institucioneve kulturore. Nga viti 2000 deri në 2007, ajo drejtoi Teatrin Kombëtar të Fëmijëve, duke sjellë frymën e artit te Brazat e Rinj. Më pas, për një periudhë të shkurtër, punoi në presidencë, ndërsa sot udhëheq Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit, ku në drejtimin e saj janë restauruar filma dhe dokumentar të çmuar, duke ruajtur kujtesën e pasur të kinemas shqiptare. Filmografia e saj është e pasur dhe e larmishme, nga Të shoh në sy, te Dasma e Sakos, Ne dhe Lenini, deri tek Ada, 2013. Çdo rol që ka interpretuar ka lënë një gjurmë të paharrueshme, duke bërë që publiku ta kujtojë jo vetëm si aktore, por si një shpirt të veçantë të artit shqiptar. Elvira Diamanti nuk është vetëm një aktore, ajo është një kujtim i gjallë i dashurisë për artin, për skenën, për kineman dhe për publikun që e ka ndjekur gjithë jetën e saj. Në çdo buzëqeshje, në çdo vështrim, në çdo interpretim, ajo sjell emocione që qëndrojnë përjetë në zemrat e atyre që e shohin dhe e duan. Elvira është një prej yjeve që shkëlqen gjithmonë, një simbol i artit të pastër dhe i përkushtimit të paepur, një dhuratë e bukur për kulturën shqiptare. Me respekt e nderim nga stafi i faqes, na ishte dikur. 30 nëntor 2025.